6 gabime fatale në krevat që po të vjedhin pasurinë dhe shëndetin. Të dashur shikues, sot hymë bashkë në një udhëtim të lashtë, atje ku energjia e universit takon pushimin ton më të thellë. Krevati ynë nuk është thjesht një copë druri dhe pëlvure. Është altari i shpirtit ton gjatë natës. Është qendra ku energjia e universit mbështillet rreth nesh si një përqafim i padukshëm. Sipas Master Yip dhe parimeve të Feng Shui tradicional, vendosja e krevatit vendos fatin ton, shëndetin, pasurinë, qetësinë shpirtërore, madje dhe dashurinë. Por ka gabime që i bëjmë pa e ditur. Gabime fatale. Gabime që e bllokojnë rrjedhën e lumturisë, që na lën të lodhur, të shqetësuar, të varfër në shpirt. Sot do t'i zbulojmë të gjashtë, një nga një, me thellësi, me dashuri, me respekt për energjinë e lashtë. Dhe pastaj do të mësojmë si ta kthejmë dhomën në një tempull të prosperitetit. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj, është shumë e rëndësishme për ne për mirëmbajtjen dhe rritjen e faqes sonë. Mbyll syt për një çast, merr frymë thellë dhe le të fillojmë. Pika 1. Pa mur solid pas kokës, mungesa e mbështetjes hyjnore. Imagjinoni. Ju flini, trupi juaj i lodhur kërkon streh, por pas kokës suaj ka vetëm boshllëk. Asnjë mur, asnjë mbështetje. Vetëm ajër i ftohtë që frynë nga pas. Në Feng Shui, muri pas kokës quhet mali. Ai është simboli i stabilitetit, i forcës, i atyre që ju mbajnë kur bota ju trondit. Kur mungon ky mal, jeta juaj bëhet si një anije pa timon, lëkundet humb drejtimin, ndihet e pambrojtur. Marrëdhëniet dobësohen. Punët pengohen. Shëndeti lodhet pa shkak. Zgjidhja është e thjeshtë por e fuqishme. Zhvendoseni krevatin derisa koka e tij të mbështetet plotësisht në një mur solid, mur pa dritare, pa dyrë, pa vrima. Ndjeni atë forcë pas jush si një përqafim i përjetshëm i tokës. Ky mur është babai juaj qiellor, nëna juaj toksore. Ai ju thot, flire hat, unë jam këtu. Ti je i sigurt. Pika 2. Krevati përballë pasqyrës, copëtimi i shpirtit gjatë natës. Tani mbyllni syt dhe imagjinoni këtë. Natën vonë ju flini, por pasqyra ju sheh. Ajo kap imazhin tuaj të fjetur dhe e hedh mbrapsht, e copton, e shpërndan. Çdo frymëmarrje energjia juaj ndahet në 2, në 4, në mira copëza të padukshme. Pasqyra është si një portal agresiv. Ajo dyfishon aktivitetin e energjisë së universit, krijon lëvizje të panevojshme, ndez ankthin, palgjumësinë, ëndrat e këqija. Shumë njerëz zgjohen të mërzitur pa ditur pse. Zgjidhja: mbulojeni pasqyrën me një pëlhur të bukur, të butë, mëndafsh ose pambuk natyral, çdo natë para se të flini. Ose zhvendoseni pasqyrën krejtësisht që të mos reflektoj kur krevatin. Kur e bëni këtë, ndjeni si shpirti juaj kthehet i plotë. Si një liçe e një qetë që nuk coptohet më nga era. Pika 3. Pozicioni i arkivolit, këmbët drejt derës. Ky është gabimi më i frikshëm, më i njohur si pozicioni i vdekjes. Këmbët tuaja drejtohen drejt derës sikur trupi juaj po rrëshet drejt saj. Në traditën kineze kështu i vendosin të vdekurit para se t'i çojnë në varrim. Energjia e universit hyn nga dera si një lum i shpejt, kalon drejt e mbi trupin tuaj dhe ju zbraz. Ju merr vitalitetin, forcën jetësore, gëzimin. Zgjoheni të lodhur sikur dikush ju ka thithur energjinë gjatë natës. Zgjidhja është shpenguese. Zhvendoseni krevatin anash që të mos jeni në vijë të drejtë me derën. Nëse kjo është e pamundur, vendosni një paravan elegant, një perde të lehtë, një bimë të gjelbër mes krevatit dhe derës. Kjo bllokon rrjedhën e shpejtë, e ngadalson energjinë e universit, e bën atë të butë, të ushqyeshme. Ju nuk jeni më në rrugën e arkivolit, ju jeni në shtegun e jetës. Pika 4. Pranë banjës ose shkallëve, energjia që rrjedh poshtë. Banjat dhe shkallët janë si vrima të zeza në Feng Shui. Ato tërheqin energjinë e universit poshtë, e shkarkojnë, e humbasin në kanalizime ose në errësirë.
Kur krevati është afër tyre ju ndiheni vazhdimisht të zbrazët, të paenergjizuar, sikur jeta po ju ikën nga këmbët. Zgjidhja është e thjeshtë por magjike. Mbajeni derën e banjës gjithmonë të mbyllur ditë e natë. Vendosni një qilim të trashë para derës së banjës ose shkallëve. Shtoni bim të gjelbra si filodendroni ose monstera për të ngritur energjinë lart. Bimët thithin lagështinë negative dhe kthejnë vitalitetin. Dhe papritur lodhja juaj e pazakon zhduket. Pika 5. Në ntrar tavani ose objekte të rënda, presioni që shtyp shpirtin. Imagjinoni një trar të trash tavani drejt e mbi kokën tuaj ose një lambadar masiv që varet si një kërcënim. Ky presion i padukshëm shtyp energjinë e universit tuaj personal. Krijon ankth, migren, ndjenje të rënduar sikur dikush ju shtyp gjoksin gjatë gjumit. Zgjidhja: largohuni nga këto elemente shtypse. Nëse nuk mundeni mbulojini trarët me pëllur të lehtë, me ngjyra të buta, bezh, krem, ari i zbeth. Kjo zbut presionin, e kthen atë në mbështetje. Dhe trupi juaj më në fund pushon vërtet. Pika 6. Sende nën krevat, bllokimi i rrjedhës së jetës. Hapësira nën krevat është si një lum i fshehur i energjisë së universit. Kur e mbushni me kuti, çanta, pluhur, ajo bllokohet. Energjia ngec qarkullon ngadalë ju bën të ndiheni të rënduar, të ngujuar në jetë. Zgjidhja është çliruese. Hiqni çdo gjë. Lëreni atë hapësirë krejtësisht të pastër, të lirë, të ajrosur. Nëse duhet ruani diçka, zgjidhni sende të lehta, të pastra, batanie të bardha, jastëk rezervë. Por idealja është bosh. Plotësisht bosh. Si një fushë e hapur ku energjia e universit vallëzon lirisht. Pjesa e prosperitetit, si të tërhiqni pasuri dhe harmoni. Tani le të kthehemi nga mbrojtja në tërheqje. Për të ushqyer pasurinë. Përdorni ngjyra të tokës, bezh e ngrohtë, mjalt, kafe e qelët, terakota e butë. Ato sjellin stabilitet si rrënjët e një peme të lashtë. Ndriçimi: drita e ngrohtë, amber, ari i zbeth, si flakët e një zjarri që ushqen tokën. Asnjëherë drita e ftohtë blu, ajo ftoh pasurinë. Simbolet e fuqishme. Vendosni një pemë të parave, krasula ovata ose jade plant në këndin e pasurisë. Në jastëk 3 monedha kineze të lidhura me shirit të kuq. Në mur piktura me boshure të kuqe, simboli i dashurisë dhe pasurisë së bollshme. Dhe këndi i pasurisë? Kur hyni nga dera, këndi majtas lart është sektori i pasurisë. Mbajeni të pastër, të ndriçuar me një kristal, një bim, një statujë të vogël ari. Mos e lini kur të errët ose të mbushur me plera. Ky është portali juaj drejt bollëkut. Përfundim dhe rituali i natës. Tani para se të mbyllim syt, le të bëjmë ritualin e natës. Shtrihuni, vendosni duart mbi bark, merrni frym thellë, 1, 2, 3 herë. Vizualizoni një dritë të artë të ngrohtë që hyn nga kurora e kokës, mbush gjoksin, barkun, krahët, këmbët. Dhe pastaj mbush të gjithë dhomën si një oqean i butë ari. Përsëritni me zë të ulët ose në mendje. Energjia e universit në paqe. Zemra në paqe. Pasuria në paqe. Përsëriteni 3 herë, 5 herë derisa ta ndjeni si një realitet. Faleminderit që ishit këtu me mua. Nëse e zbatoni këtë, jeta juaj do të ndryshojë ngadalë por thellë. Flini reja të dashur shpirtra. Energjia e universit ju përqafon tani. Përshëndetje dhe natën e mirë.